Paqja me ju miq dhe ndjekës të këtij kanali dhe udhëzër dhe motra në Krishtin. Vargu për sot, nga ku mund të marrim inkurajim, vjen nga profeti Jeremia, kapitulli 29, vargu 13, ku thuhet: Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Amen. Këto janë fjalët e Zotit, dhënë profetit, ku ai na jep pikërisht këtë varg, i cili është një premtim i sigurt nga Perëndia për të gjithë ata që e kërkojnë atë me sinqeritet. Thelbi i këtij vargu është që kërkimi na çon në gjetje. Pra siç thotë dhe Jezusi, kush kërkon gjen. Dhe mbi të gjitha Perëndia nuk fshihet asnjëherë nga ata që duan vërtet, nga ata që duan ta njohin, duan të kenë të marrëdhënie me Zotin. Ai është i hapur për të gjithë. Por kushti vetëm është një zemër e plot për Zotin. Sepse thotë do të më kërkoni me gjithë zemër. Që do të thotë kërkimi për Zotin duhet të jetë me fokus të plot. Jo i ndarë në gjëra të tjera, siç janë idhujt e kësaj bote. Dhe kemi shumë idhuj në këtë botë, ku idhulli më i madh është vetvetja. Pra egoizmi, ose interesat të tjera, qoftë materialiste, qoftë statusi, karriera e tjera. Këto na pengojnë, pra njeriu që të kërkojë Zotin me gjithë zemër, sepse zemra është e ndarë në copza, është e thyer në idhuj të ndryshëm, që nuk janë asnjëherë aq të rëndësishëm sa ai që ka krijuar gjithësinë dhe na ka dhënë jetën. Jo më kot, urdhërimi i parë tek 10 urdhëresat është duaje Perëndin. Që do thotë, nëse dështojmë së dashuri Perëndin, atëherë kemi dështuar edhe te 9 urdhëresat e tjera. Sepse këtu fillon gjithçka. Pra vetëm duke e dashur Zotin, duke e vënë atë të parin në jetën tonë, siç e meriton, sepse është autori i jetës. Vetëm atëherë zemra jonë çlirohet nga idhujt, nga egoizmi, nga krenaria. Dhe jeton pikërisht jetën e vërtet, jetën për të cilën Zoti na ka krijuar. Dhe nëse ndodh kjo, çdo bekim vjen në jetën tonë dhe çdo bekim ka dhe premtim. Dhe premtimi te ky varg vlen për çdo kohë. Kur është shkruar ky varg, në fakt është një premtim që vjen kombit të zgjedhur të Izraelit në atë kohë, i cili qëndronte në robëri. Por fjala e Zotit është përjet, thot Bibla. Dhe premtimi i tij vlen edhe sot, edhe tani. Sepse parimet e fjalës së Zotit janë të përjetshme, sikurse Perëndia është i përjetshëm. Dhe si mund të aplikojmë të vërtet në jetën tonë, të dashur miq? Si ne që jemi besimtarë, si dhe ata që duan të rriten besim, duan të njohin Krishtërimin, ose duan të kenë një marrëdhënie me Zotin. Hapi i parë është ta kërkosh Perëndin çdo ditë. Ne të krishterët gjithmonë çdo ditë jemi të nxitur në dashuri, që të përdorim kohë në lutje. Pra gjithmonë të veçojmë një kohë që kemi vetëm për lutje. Gjithashtu kemi një kohë leximit të shkrimit, qoftë edhe një varg, dhe meditimit e ky varg. Pra thellim në fjalën e Zotit, në heshtje për ta dëgjuar zërin e brendshëm që na thërret në frym, na thërret në zemër, gjithmonë në përputhje me të vërtetën e fjalës së Tij. Hapi i dytë, dhe ndoshta dhe më siduesi, është që të heqim çdo pengesë dhe shpërqendrim. Pra jetojmë në një kohë ku shpërqendrimi është bërë në mënyrë jetese. Pra jetojmë praktikisht çdo ditë të shpërqendruar, me kaq shumë informacion, me kaq shumë lajme të reja e të vjetra, përsëritje, e lloj gjërash. Jo më kot, ata që kanë shpikur smartphone-ët nuk ja linë në duar fëmijëve të tyre, më tepër se gjysmore. Sepse kuptonin që
që sa i dëmshëm është ky informacion, sidomos për shpërqendrimin. Ndërkohë që ne sot mesatarisht në gjithë botën harxojmë rreth 7 orë në ditë. Pra jo gjysmore, por 7 orë në ditë çdo njeri sot në botë mesatarisht. Harxon kohë në telefon, po jo për punë. Jo për të rritur, jo për të zhvilluar. Harxon thjesht në kotësi. Duke bërë scrolle, duke lundruar sa ndej këndej pa qëllim. Kjo është përqendron njeriu. Ndërkohë që Zoti na ka krijuar që mendja jonë të jetë e përqendruar, jo është përqendruar. Dhe përqendrimi më i lartë është kur e fillojmë gjithmonë me të parin. I pari është ai. Sepse fillojmë nga alfa, nga aja, nga më kryesorja. Ndaj, sa herë të ndihemi të shpërqendruar dhe të luhatur sa ndej këndej në informacione, në imazhe e meradh që impaktojnë dhe në mendime, atëherë le të ndalojmë dhe të pyesim veten. Apo e kërkoj Perëndin me gjithë zemër, apo ka diçka që po e pengon këtë dashuri timen ndaj tij. Nëse do shohim që ka pengesa, atëherë bëjmë mirë të pendohemi dhe të lutemi, të shkojmë Zotit për ndihmë, të na ndihmojë që të rikthejmë fokusin tek shpirti, sepse jemi qenie shpirtërore në këtë trup. Shpirti është nga Perëndia. Së treti është që të kemi besim se ai do të përgjigjet. Pra nëse përpiqemi, nëse hedhim një hap drejt tij, ai do të hedhë 2 hapa para nesh. Si ai babai i mirë që për ata që din historinë e djalit pangprishës, ati e pret djalin e shthurur që kthehet në pendes në shtëpinë e tij, edhe e pret me dashuri. Kështu që të kemi besim gjithmonë që Zoti do përgjigjet. Ndoshta do na japi dhe përgjigjen që nuk e presim, por ama do na japi gjithmonë përgjigjen e duhur dhe më të mirën për ne. Perëndia nuk thot asnjëherë ndoshta, nëse e kërkon me gjithë zemër. Ai në fjalën e tij, ja ku po na thot shkoqur, do të më kërkoni dhe do të më gjeni. Kushti është vetëm ta kërkosh me gjithë zemër. Ndaj, për herë mos u mbasim shpresat dhe të lutemi që Zoti Perëndia i përjetshëm të na shtojë dashurinë që ta kërkojmë atë me gjithë zemrën tonë çdo ditë. Dhënë ai që të na tregojë veten e tij, të na zbulojë qëllimin e tij për jetën tonë, sepse ai ka planin më të mirë për secilin nga ne. Dhe largoftaj nga ne çdo gjë që na pengon që ta kërkojmë atë me tërë shpirt. Të japim falënderime atij, sepse premton gjithmonë që do na përgjigjet. Zoti do përgjigjet. E falenderojmë Zotin në emër të Jezusit. Amen. Vëllezër dhe motra, Perëndia nuk është i fshehur. Nuk ka asgjë që do jetë e fshehur, thot Jezusi. Ai është duke pritur që ti ta kërkosh. Le mos ta harrojmë vargun. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Zoti ju bekoft.